Kryeministër, këtu ndodhemi në një nga kantierët më të rëndësishme të korridorit të 8. Këtu praktikisht ndodhemi në fazën e 5, po ndërtojmë 2 tunele nga 1.1 km secili, të cilat lidhin pjesën e Elbasanit me pjesën e Librazhdit. Fillimisht në studim edhe në projektim ka qenë vetëm 300 metra tuneli, por duke qenë se kishim një impakt shumë të madh në qytetin e Librazhdit, për sa i përkiste prishjes të një sër shtëpiave po dhe pronave, u ripa duke i dhënë këtë zgjidhje. Sigurisht këtu është edhe inxhinieri, këtu nuk jemi në një formacion të lehtë si ai i llogaras, por nuk jemi as në një formacion të vështirë aq shumë sa Murizi, jemi Murizi nuk duhet përsëritet më. Jemi në diçka të mesme. Kemi fraktura shumë të mëdha të gjeologjisë këtu, të cilët na e bëjnë gjithsesi të vështirë situatën, por jo të pamundur dhe jo me atë kompleksitet pra. Situata këtu Kur kalon Murrizin i kalojnë gjithë apo jo? Patjetër. Absolutisht. Murrizi ka qenë rasti i veçantë. Edhe ishte tuneli i parë si thosh në ato flishin, ato dherat me ujë dhe presion. Edhe këtu është zonë e frakturuar praktikisht. Janë ultrabazik serpentinizuar me 3 sisteme ndryshme qarjesh që nuk na lejon hap, nuk është si faktor favorizues që eci me shpejtësi të madhe. Por me gjithmonë paralelisht kena bë përforcim me ankera, me shotkri, me profile hekuri dhe kena ecë normalisht. Po këtu ka një ngjashmëri zona me Kalimashën apo jo? Po, njëjtë informacion është janë ultrabazik e Kalimashit dhe këtu po njëjtë informacion është. Po kjo zonë është pak më e frakturuar, me 3 sisteme qarjesh, që ndikon shumë në ecurinë, për hapin e madh, nuk ta lejon. Po, paralelisht gjithmonë me përforcim primar ne kena vazhdu normalisht. Pra, këtu e kemi hapin pak më të ngadalësuar Po, 2 metra gjysmë hapin e avancimit, okej. Për ta bërë pak më të kuptueshme, 2 metra e gjysmë krahasimisht me 24 metrat që bënim llogara, duke qenë se aty formacioni është gërqëror dhe shumë i qëndrueshëm, por e kemi gjetur zgjidhjen. Shikoni që prania e ujit është e shumtë në zonë, ndaj edhe këtu funksionon në sisteme pompimi, po siç e thatë kryeministër, tashmë ne kemi kaluar mbi Muriz. Dhe nuk na ndalon më asnjë gjë, kështu që është gjetur Chelsea. Sa kohë arrini të lidheni në anën tjetër? Në anën tjetër mendojmë në fund të vitit. Po pra, rreulli. Do me thënë, ne mendojmë që dritë do shohim shumë më shpejt, apo jo? Po, Pra, dritë shumë më shpejt, në flasë Qarja- fetonin final. pikërisht, qarja do bëhet shumë më shpejt, mendojmë që diku nga shtatori do kemi dritë nga ana tjetër, tani jemi ndë mbi 400 metra, tunelet që të dyja janë 1.1 km, kështu që në fund shtatori do kemi përfunduar me gërmimin, pastaj do përdorim gjithë pjesën për të bërë dorëzimin në fillim pranverës të vitit tjetër. Tani kalojmë tek tuneli i majt, kryeministër, thjesht për të treguar edhe fazën e 3 të projektit. Tu jemi në fazën e 5, faza e 4 është bypassi i Librazhdit që ndodhet pas këtij tuneli, pra që lidhet me këtë tunel, ndërkohë që përballë kemi fazën e 3. Faza e 3 nis në Labinot Fush dhe më pas arrin, domethënë në mbikalimin e Xibrakës për t'u afruar tek ura Mirashi dhe deri këtu ku ndodhemi tani. Tani, ke ura Mirakës dhe këtu jemi praktikisht në urën e Murashit. Këtu kemi 2 ura, të cilat ndërtohen me 5 hapësira dhe lidhen direkt me tunelin. Këto të 2 urat janë vazhdim i të gjithë segmentit cilin po ndërtojmë tani nga Elbasani dhe deri në fazën e 8 është 26 km. Ecuria është e mirë, kemi dorëzuar fazën e parë, ku ne sot operojmë, pra trafiku është i hapur në atë fazë. Nga ana tjetër në fazën e dytë kemi një ecuri prej 36%. Faza e tretë është kjo që shikoni këtu, jemi në 70%, praktikisht ecuria është shumë e mirë, dhe në fazën e 5 tu ku ndodhemi jemi në 52%. Duhet kemi parasysh që kjo është një rrugë e kategorisë B, interurbane, me nga 2 korsi secilin krah, është si bypassi i Fierit. Plus, për ta bërë çik më të kuptueshme për njerëzit kategorinë, pra 23.5 metra nga secili krah i rrugës me 2 bankina plus makinën e shpejtësisë, pra të emergjencës së ambulancave.
dhe në ndërkohë e gjitha kjo do të ketë të njëjtin standard deri në bypassin e Elbasanit, që është vepra tjetër që lidhet me korridorin e 8 dhe vepra më e rëndësishme praktikisht e këtij korridori. Ndërkohë me të njëjtën ecuri po ecim edhe në krahun tjetër, pra nga Elbasani në drejtim të Lekajt, të Rogozhinës. Atje është shumë e lehtë situata, pasi kemi parasysh që shkojmë në zonë fushore, jemi duke ndjekur luginën e Shkumbinit, jemi totalisht jashtë gjurmës ekzistuese në atë zonë. Këtu situata është më komplekse, por keni parasysh kryeministër që këtu kemi edhe diçka shumë të rëndësishme si për Bashkinë e Librazhit ashtu dhe për të Elbasanit, e gjithë rruga duhet bashku me mbrojtjen lumore. Për herë të parë, Shkumbinit i ofrohet edhe mbrojtja lumore, e cila e ndjek nga Librazhti pra deri në Elbasan. Super. Kur mbyllim atë fiksimin tim Librazht-Dibër, Ajo është e mbyllur praktikisht, është e mbyllur, janë hapat e fundit, janë duke bërë detajet, unë besoj që jemi gati në fillim të prillit, janë duke bërë vizime, sinjalistik dhe gjithçka se tjetër. për ju pas ka qenë kjo botë. Hajde dëgjoni. Mirë rruga Arbër, po tani do dilin dhe ke liqeni po Gradecit me shpejtësi të madhe. Ajo zonë ka potencial të jashtëzakonshëm turistik apo jo Arbi, sepse aty kanë filluar të ngrihen agroturizmat e parë, është ajo pjesa me trofton aty për jashtëzakonshme. Kështu që do jetë e vizitueshme shumë edhe nga Tirana, edhe nga Durrësi dhe nga të gjitha anët, duke qenë se kjo zonë po lidhet përmes korridorit 8 me të gjitha autostradat e tjera. Do desha të thoja edhe diçka sepse kemi një shqetësim dhe Arbi e ka shqetësim këtë dhe kemi diskutuar disa herë për zonën e Autolishtit. Kudo ku ne ndërtojmë, sigurisht që komunitetet shqetësohen, duke qenë se kur autostradat fillojnë të kalojnë pranë tyre, nganjëherë ka shpërndësime, nganjëherë do na duhet që të kalojmë përmes fshatrave apo zonave të banuara. Megjithatë, unë po e shpjegoj sot dhe e kemi lënë që bashkë me Borën dhe me Arbin do shkojmë atje për ta bërë një takim me banorët, që në zonën e Autolishtit ku kjo autostradë kalon mes për mes, do të krijohen të gjitha hyrje-daljet e nevojshme dhe fshati që kanë merak se do ndahet mes nuk do të jetë ashtu, do të jetë me mbi kalimet dhe nën kalimet sipas parametrave të sigurisë rrugore. Super.